Pas një periudhe të gjatë mungese në skenën muzikore dhe në hapësirën publike, këngëtarja e njohur Zamfina Ismaili duket se është gati për një rikthim të fortë në qendër të vëmendjes. Prej disa ditësh, në mediat roz dhe në rrjetet sociale po qarkullojnë thashetheme të shumta se ajo mund të jetë një nga banorët e edicionit të 4 të spektaklit të shumëpërfolur Big Brother VIP Kosova, i cili pritet të nisë së shpejti. Burimet të afërta me produksionin kanë bërë të ditur se emri i saj është përfshirë në listën paraprake të personazheve të njohura që janë kontaktuar për të marrë pjesë në këtë reality show. Pjesëmarrja e mundshme e Zamfinës ka ngjallur menjëherë reagime dhe kurreshtje të madhe në publik. Pasi këngëtarja prej vitesh është tërhequr pothuajse plotësisht nga jeta artistike dhe paraqitjet publike, Zamfina Ismaili, e njohur për karrierën e saj të suksesshme gjatë viteve 2000, është një nga emrat më të spikatur të muzikës moderne shqiptare. Me hite si Mashkull për Mashkull, Ku t'jemi ne dhe Pse po ma bën këtë, ajo fitoi zemrën e publikut dhe u bë një nga ikonat e muzikës pop në Kosovë. Përveç talentit vokal, Zamfina është vlerësuar edhe për stilin e saj të veçantë dhe për mënyrën me të cilën paraqitej në skenë, duke sjellë risi në estetikën muzikore të kohës. Pas një periudhe të gjatë aktiviteti, këngëtarja vendosi të tërhiqej nga dritat e skenës dhe të përqendrohej në jetën private, duke shmangur daljet publike dhe intervistat. Kjo periudhë heshtjeje ka bërë që rikthimi i saj i mundshëm në Big Brother VIP Kosova të shihet si një hap i guximshëm dhe strategjik për të rilidhur marrëdhënien me publikun dhe për të rifituar pozicionin e saj në arenën e argëtimit. Spektakli Big Brother VIP Kosova ka fituar popularitet të madh në edicionet e mëparshme, duke u kthyer në një prej formateve më të ndjekura televizive në vend. Pjesëmarrja e figurave të njohura ka qenë shpesh një trampolin për rikthime të bujshme artistike dhe për projekte të reja profesionale. Në këtë kontekst, përfshirja e mundshme e Zamfinës mund të shihet si një strategji e zgjuar për të testuar pritjen e publikut dhe për të matur ndikimin e saj pas viteve të mungesës. Megjithatë, as Zamfina Ismaili dhe as produksioni i Big Brother VIP Kosova nuk kanë dhënë ende një konfirmim zyrtar për këto zëra. Këngëtarja ka mbajtur një qëndrim të rezervuar, duke mos reaguar publikisht ndaj spekulimeve që po qarkullojnë, çka e bën situatën edhe më intriguese për fansat dhe ndjekësit e saj të shumë. Nëse këto lajme rezultojnë të jenë të vërteta, rikthimi i Zamfina Ismailit në një skenë televizive të tillë do të përbënte një nga surprizat më të mëdha të këtij sezoni dhe, ndoshta, fillimin e një kapitulli të ri në karrierën e saj artistike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.